Mirëmbrëma. Si zakonisht, vjen një mbrëmje si puna kësaj sotmes, që do le diçka, flasim për një video të shkurtër, dhe me të vërtet nuk do të vonohem, duke ditur që është edhe orë e vonë për mua, por pasi pata një ditë kaq të mrekullueshme, edhe pata mundësi të takoj dy njerëz me të vërtet që më inkurajuan fatikisht, ma bën ditën më të bukur këtu. Nëse, çfarë do të them? Në qoftë se të shkoni të shikoni, domethënë, të ktheni historikut të Partisë Republikane Shqiptare, do shikoni që nga fillimi mënyrën se si u organizua, si u mblodh ky subjekt politik, e cila ka qenë domethënë marrëveshja e parë politike që ata kanë bërë. Aleanca e parë politike që kanë bërë. Tash ne e dim që ish komunistët profesor intelektual të kohës u mblodhën nga Ramiz Alia dhe u thanë, juve do krijoni parti politike mbasi kishte marrë urdhën nga amerikanët. Pra, pluralizmin, të cilën Sali Berisha pëlqeu shumë, duke ditur që këta, pra, shqiptarët dhe të tjerë domethënë si punë e tij politikan tashmë, do të bënin diçka të cilët ai e pa me shumë se them zel, për të vetëm arsye sepse do ta kthente gjithçka, domethënë, të gjithë ato parti të vogla, këtë lloj pluralizmi në diktatin e tij, për përfitimin e tij, për gjatësinë e tij politike dhe për të vazhduar vjedhjen ndaj shqiptarëve. Korrupsionin, pra, i cili edhe sot e kësaj dite vazhdon, edhe pse është në non grata si status. Partia Republikane, Partia Demokristjane, e fillon të gjithë të tjerat. Tani, në një ditë të sotme, nëse ne themi që ka më shumë se 67 subjekte politike të ekzistojnë në Shqipëri, kemi domethënë Qori, BSI, edhe Partia Komuniste, pra 4 subjekte të majta. Kemi pasaj të tjera domethënë janë ose bëjnë gjëra që kur janë të majt, ose pjesa tjetër më e madhe, pra shumica janë të djathtë. Tash si ka mundësi që këta na dolën të djathtë, edhe përse domethënë në emra të ndryshëm. Tash kuptohet që secili donte të ishte një lloj aktori për të ofruar votën tek Berisha dhe për të paguar. Kështu ka vepruar deri tani domethënë. Kjo lloj skeme nga Berisha dhe bekimin që këto parti të vogla marrin është në formën e paras. Kuptohet? Deri këtu jemi në rregull. Pra të kthejmë tek Partia Republikane. Partia Republikane historikisht, duke filluar nga 91-shi, pra me formimin e saj e tjerë, pra 3 shkurtin 91-shit, dhe me vazhdimin e saj, nuk mund të bënte asgjë, domethënë, sepse që nga fillimi Sabri Goto tha që ne do të kemi një aleancë me Partinë Demokratike, pra direkt me Berishën, pasi Berisha kishte edhe frenën politike, pra levën politike në dorë, kishte edhe dhunën, kishte edhe bandat të cilat erdhën në Tiranë, domethënë, dhe filluan të shumoheshin në rrethinat e Tiranës. Kështu që politika që nga fillimi, politika shqiptare, ata të cilët konsideroheshin ose e quani veten të djathtë, opozitar, në fakt në atë kohë mbas 92-shit, domethënë, Partia Demokratike ishte në pozitë. Deri kur erdhi koha, domethënë, që s'kishte më. Pra besoj në vitin 98, nëse jam i saktë. Mund të jem në gabim, Pra, e gjithë kjo kohë e Partisë Republikane ka qenë në umbrellën e Berishës. Përse? Cili ka qenë roli vërtet i Partisë Republikane në politikbërjen e Shqipërisë? Çfarë ka sugjeruar kjo parti që të ketë marrë për shembull vendime të veta, të pavarura, vendime domethënë me kohezion të plot, kuptohet? Vendime të cilat kanë sjellë përfitimet dhe kanë shtuar radhët e Partisë Republikane, vendime të cilët kanë ndryshuar dhe ose kanë mbrojtur kushtetutën. Më thoni diçka?
Më thonë domethënë diçka që kjo parti republikane pas ka bërë ka shumë gjëra domethënë në jetën politike shqiptare dhe në mbrojtjen së pari të kushtetutës, përmirësimin e saj të kushtetutës në ose themi për ta bërë jetën e shqiptarëve më të mirë. Ose për ta bërë kombin të sigurt, qoftë ajo nga ana ekonomike apo ushtarake. Zero. Sepse çdo gjë vinte e shkruar nga Partia Demokratike. Do të thuash kështu, e merrte në telefon Berisha Sabriun dhe ashtu do bëshe. Erdhi momenti në të cilën ata patën një fitore prej 20 mandatesh. Dhe kjo besoj se është në vitin 2005. Ua, feste madhe, 20 mandate që kur ata nuk I kishin marrë përpara. Po çfarë ndodhi? Që mos jem, më falni, që të mos jem unë gabim, si mbas asaj çfarë unë kam të paktën në bazë të kërkimeve të mia, që të jem më I sigurt, ose më falni, që të jem më I sakt në atë çfarë duhet të them. Apo sa po thash. Sa vende ka marrë Partia Republikane? Në vitin 2005, pra me 3 korrik të vitit 2005. Edhe një, po të kthejmë në datën e krijimit të Partisë Republikane, është data 10 janar 1991. Me kryetar Sabri Godën. Pra, në vitin 2005, ata morën 20 mandate me 3 korrik, pra. Me një marrëveshje proporcionale me Partinë Demokratike. Republikanët morën 20 vende në parlament. Çfarë ndodh? Këtu Berisha domethënë jep vendin e ministrit të mbrojtjes Fatmir Mediut. 2005, 2006, 2007, 2008 nuk e përbushi dot. Pse? Gërdeci ndodhi. Dhe u tërhoq. Dha dorëheqjen domethënë nga Gërdeci. Por Berisha për të mos ta lënë atë, për ta mbajtur ende Partinë Demokratike dhe njëkohësisht për t'i vonuar sa më shumë procese gjyqësore të tij për punën e Gërdecit, për ta nxjerrë ato të pasë nga Gërdeci, sepse Shkëlzeni ishte përfshirë në të, pra djali I Berishës, atëherë Mediut ju dha vendi I Ministrisë së Mjedisit, rol të cilën më vonë e mori zoti Koka, vite shumë vite më vonë. Por, në vitin 2013, pra 2008-ën, u ndruan gjërat. Në 2013-ën, Partia Republikane fiton 4 mandate. Akoma Fatmir Mediu është në politikë, akoma. Deri në ditën e sotme. Akoma Fatmir Mediu bredh Amerikës nga kongresmenit e senatori për të hequr në gratën Berishës, duke mashtruar republikanët, duke u thënë republikanëve, shiko sa gjëra po bëjmë ne për Shqipërinë, ne do ta bëjmë këtu, çfarë kërkoni juve nga shqiptarët, ne do të themi lepe. Si të bëni juve, lepe peqe. Si të doni juve, çfarë keni dëshirë juve nga Shqipëria, çfarë të doni juve, ne ju ofrojmë vetëm linjë të qeverisim, që mos shkojmë në burg. Që të mos në ndishti nga ana politike apo nga ana e drejtësisë. Katër mandate pra. 2 në 2013 I shkuan te LSI-ja e praktikën. Sepse e pa që nuk mundet të rrinin në subjektin e partisë, pra në këtë subjekt politik. Në thonjza republikan. Në thonjza republikan. Se ti je republikan do thotë ti je konservator, ti je I djathtë, të kesh vlera, të duash kombin, të duash kushtetutën e ta mbrosh atë, të duash familjen, meritokraci, transparencë, ndershmëri. Dhe këtë asnjë politikan në Shqipëri nuk është dakord të zbatoj, sepse do tjerë tërheqin fijet.
Pra, dy I shkuan në 2013 të LSI-a dhe Ilir Meta. Një tjetër ishte Agim Duka, më duket. Armandi? Jo, Agim. Deputeti Duka. I shkoi tek Partia Agrare. Jeli tek pull. Përsëri, nga 2013 deri në 2017, çfarë ka bërë Fatmir Mediu? Tregoni pak. Cili ka qenë roli I tij për sa I përket si drejtues politik I republikanëve? Roli I tij në parlament. Çfarë ka thënë ky zotëri? Çfarë ka miratuar ky zotëri që ka ngritur katorin apo ka thënë jo? Çfarë ka bërë në lidhje me strukturën e Partisë Republikane? Çfarë ka ndodhur me rininë republikane? Çfarë ka ndodhur me popullatën, të cilët I kanë dhënë votën republikanëve? Dhe së fundi e kanë kuptuar që kjo parti ka mbetur dhe vazhdon të jetë vegël dhe mash në dorën e Sali Berishës. Sepse në qoftë se Sali Berisha shkon drejt burgut, atëre si PD-ja, si Partia Republikane e të tjera shkojnë në Gjenevë. Ndërsa sot të kësaj dite këta politikanë duan kohezion, duke dalë për interviste nga më të ndryshmet, duke mashtruar popullin, duke na e bërë a kupton si themi gomarin kal me flatra. Këtë po bëjnë ta. Që ja, ne po flasim, ne po themi, kjo është e mirë, kjo është e keqe, kjo është e gabuar, ja këto do të bëjmë neve, këto do bëjnë juve, por asgjë nuk është konkrete. Asgjë. Sepse nuk është shkruar në asnjë vend në këtë lloj subjekti politik për shembull, në kushtetutën e saj të brendshme, në ligjet e saj, në praktikën e saj, nuk ka diçka të tillë në cilën këta ta studiojnë diçka, ta verifikojnë diçka, ta provojnë diçka, ta miratojnë dhe t'ja japin parlamentit apo një komisioni për ta studiuar, apo një komisioni për ta aprovuar, që të mund të futet në në temën e ditës, në diskutimin e ditës për debat, apo dhe ta aprovohet në parlament për të mirën e popullit. Republikanët pra, në krye me Fatmir Mediun dhe me shok në kryesi, nuk e kanë bërë këtë. Prandaj është katandisur që Partia Republikane të jetë vetëm me një person. Dhe disa të rinj të cilët mbas shkojnë aty për përfitimet e tyre ose thjesht paguhen sa për numër. Troç po ja them. Unë republikan jam, por jo shqiptar. Unë shqip flas. Por republikanët, konservatorë në Shqipëri unë si kuptoj. Ai që thotë jam republikan, konservatorët të tjerë pleksion është Altin Goxhaj. Prapë se prapë pas ati nuk I them republikan. Tem tjetër kjo. Pra, me datë 25 qershor vitit 2017, Mediu futet për shkak të PD-s përsëri në parlament. Partia Republikane 0 mandate. 16 vite Partia Republikane, domethënë nga 2013, më falni jam. 12 vite. Partia Republikane merr 0 vota. Kuptove? Nga 2013. Në këto mandate që ka patur Edi Rama, Fatmir Mediu ka qenë parlament. Tek pull! Ja, dhe me listat e mbyllura që bën, Partia Demokratike e futën atë të Partisë Shame, Mediun, atë tjetrin, për përfitime, kuptohet se lojën e bën Berisha. Do këta që ti mbajë rreth të qark në një farë mënyre si korac, ose si një guask për të mbrojtur veten e vet. Ne të diqen këta, thot Berisha, çpari, ose të mit një këta lojtarët e mi, pasaj këta të aleancës. Dhe ku këta të mbarojnë që mos ketë më atëherë do vi mua radhat, se kuptohet, 1 + 1 janë 2. Pra,
deri tani kemi domethënë ujdi politike, kemi braktisje të republikanëve, kemi 0 vota dhe një mungesë transparence, sepse çfarë janë bërë për shembull nëse ai ka marrë le të themi vendin parlament, çfarë ka ndodhur me arkën e Partisë Republikane këto vite? A mund më thot dikush, ju republikan, juve të cilët i shkoni me diut në për takimet dhe duket sikur me të vërtet po ndodh një konferencë aty, se ju gënjyet amerikanët kur bët atë videokonferencën para ca kohësh. Unë këtu jetoj, unë këtu i marrë vesh gjërat. Unë jetoj në Amerikë dhe i marrë vesh gjërat se çfarë po bëhet, sidomos në krahun republikan. Kështu që ta keni parasysh. Se gjithçka që bëhet në bisedë mes republikanëve, mes Shqipërisë dhe amerikanëve, ne që jemi këtu se republikanë do ta marrin vesh. Nuk mund na hirni hisyve. Nuk mund të na mashtroni. Sot e kësa lidhje, më shumë se kur tjetër, unë i kërkoj zyrtarisht, edhe ballë për ballë kur t'i vi koha, dorëheqjen Fatmir Mediut nga roli kryetarit të Partisë Republikane. Gjithashtu, të gjithë kryesisë Partisë Republikane i kërkoj dorëheqjen. Edhe atyre të cilët janë rrethe, i kërkoj dorëheqjen. Duhet një reformë e plot, transparente, me drejtësi, e pastër. Kjo ka shumë rëndësi. Ndryshe, ju ende do vazhdoni të jeni një vegël në dorën e Berishës dhe gjithmonë do digjeni, do të qëndroni gjithmonë të papërfaqësuar, gjithmonë të gënjur, të vjedhur. Por jo vetëm ju që jeni antar të Partisë Republikane, jo vetëm ju votues të nderuar, por edhe gjithë populli, të cilët e mendojnë që janë të djathtë, po deri tani u kanë hedhur hi syve, si demokratët si republikanët, vetëm me emra, sepse së pari të kesh emrin ose të quhesh demokrat, duhet të dish që ti ke dhënë demokracinë vendit tënd. Demokracia në Shqipëri ende nuk ka ardhur. Ka që në vitin 2006 që kam kyçur në rrjetat politike të Shqipërisë. Nuk kam qenë interesuar më parë, them të drejtën. E kam vuajtur në kurrizin tim se çfarë ishte politika, duke patur parasysh që shteti gjithmonë më ka neglizhuar, diskriminuar, braktisur dhe vjedhur. Ndaj unë ika nga Shqipëria. Ende jam emigrant këtu ku jam, po të paktën këtu kam votë, kam drejt vote. Dhe subjekti im politik më përfaqëson drejtësisht. Nëse në Shqipëri thonë jemi demokratët dhe s'ka demokraci, thonë jemi republikan, por as pak nuk ka konservatizëm. Konservatorizëm, më falni. Konservatorizëm është fjalë e dur. Nuk ka pra konservatorizëm. Nuk ka transparencë. Nuk ka lojë të hapur. Askush nga këta politikanë, qoftë ata që janë për bashki, qoftë ata që janë drejtues të përrethët të Partisë Republikane, nuk luajnë dot me karta të hapura. Sepse gjithmonë ka lojra politike, ekonomike, korrupsion, blerje, shitblerje domethënë vote. Ne si republikanë duhet jemi të parët që të mos pranojnë votën e ardhur me para. Kur? As me fesmieli. Kur? Ne qëndrojmë me të drejtën. Ne qëndrojmë atë çfarë është e drejtë. Sepse ajo do të na çojë jo vetëm një hap më tutje, por shumë hapa më tutje. Duhet hapim syt, duhet të hapim syt të gjithë ne, si republikan, për të menduar me të vërtet cilat janë këto vlera republikane. Përse do më thënë, ose përse zgjodha unë të jam republikan? Çfarë më bën mua republikan? Çfarë kërkon, ose cili është dallimi im? Ja, këtë mendoni. Një pyetje me të vërtet me shumë dashamirësi po ju them. Po ju pyes.
Cili është ndryshimi i një republikan shqiptar me një republikan amerikan? Bëni ju dallimin. Shikoni se kush jeni ju, bëni llogaritë. Kuptohet, ku është Shqipëria, ku është Amerika. Unë po them në thelb, çfarë përfaqëson republikanizmi, domethënë në ju, në personalitetin tuaj. Më kuptoni? Kjo ka shumë rëndësi. Pse e them këtë? Sepse në bazë të saj, ju do të kuptoni se me të vërtet ato çfarë ju kanë thënë juve nuk kanë gjetur praktik në zbatim, duke filluar nga leadershipi juaj tek ata që ju drejtojnë në përrethje deri tek i fundit. Sepse kështu është nuk po them domino efekt. Është si puna ujit për shembull që bie, ose një shiu që bie nga maja e malit derisa dali poshtë. Më kuptoni? Bie uji i pastër, kristale etj, por kur vjen poshtë, pastaj është komplet ndryshe. Kur uji zbret poshtë, mund të marrë me vete dhe, mund të marrë me vetë shkurre, e gjithçka tjetër shkëmbin. Çfarë bën kjo pra? Kjo ka mungesë vërtetësie në të. Ka mungesë ndërgjegje në të. Ka mungesë transparence në të. Ka shumë mungesa, të cilat ne si republikan do t'i kuptojmë së pari, të mësojmë nga ata të cilët mund të na ofrojnë qoftë një fjalë apo le të themi një skem apo një linjë politike e cila me të vërtet i përshtatet të republikanizmit. Ne nuk kemi patur në kulturën tonë republikan të djathtë. Socialdemokratët ishin dikur, domethënë vitet 43-44 dhe kuptohet sistemi i vrau, i internoi, i burgosi etj. Ku dolën këta të djathtë? Kush ishin të djathtë? I djathti është patriot. I djathti është ai që është pronar i tokës. I djathti është ai që do familjen e tij, që respekton shtetin, respekton ligjin, do familjen e tij, e di se kush është nëna e babai, e di se cili është roli i tij në shoqëri. E di domethënë që për atë vend është i gatshëm domethënë të japë jetën. E di që vetëm me drejtësi, me transparencë, me meritokraci, ky vend bëhet. I djathti republikan gjithmonë shikon të mirën për vendin e tij. Domethënë konsideron aveun si prioritet, të mirën kolektive. Shikon domethënë atë çfarë është e vlefshme për shoqërinë ta ruaj, ta ndërtojë, ta zhvillojë. Kuptohet me mundësi të barabarta. Kuptohet pa diskriminuar. Kuptohet domethënë pa kërkuar ekstra. Pa hatër mbetje domethënë për sa i përket asaj çfarë është e ligjshme, është e drejtë, që të takon me merit. Nuk po themi për shembull gjëra domethënë tepër, si them, të pa konsiderueshme, le themi. Por duhet themi domethënë thelbin me të vërtetë ku qëndron te republikanët. Te ne si republikanë e konsideroj të drejtë që personi, ose le themi këtë more, nëse patria, adeu pra, fillon te toka ime, ku unë jetoj, ku gjyshit e mi kanë jetuar, pra është kjo patria në cilën unë jam i lindur, është kjo adhe në cilën unë po kontriboj, është ky vend në të cilën unë po edukoj brezin, fëmijët e mi pra, brezin e ardhshëm. Dhe ku ata, mbasi të rriten, do të jenë në gjendje për të kontribuar në ekonominë e saj. Ose ishte për ta mbrojtur atë.
Deri tani kjo Shqipëri, miqtë e mi, edhe ju që s'pini fare, deri tani kjo Shqipëri është vidhur, është sakatuar. Nga brenda sa njerëzit më të mirë janë vrarë dhe vazhdon të vriten, në mosh me plumb, me helm, apo me aksidente të tjera. Protagonizmi i gjithë sajt është politika shqiptare e korruptuar dhe kriminale, të cilët bashkëpunojnë me banda të ndryshme, me njerëz të cilët ta paguajnë sa herë që ata kanë nevojë. Sa herë që ata kanë nevojë, domethënë të tërheqin domethënë vëmendjen e popullit, publikut nga ato çfarë ata po bëjnë vetë. Nga pislëqit e tyre, korrupsionin e tyre. Apo të tërhequr vëmendjen nga çështjet ligjore që ata kanë nëpër botë, apo dhe përballë gjykatave shqiptare. Kështu që miq, unë kam bërë një peticion për sa e përket reformës në Partinë Republikane Shqiptare. Ju lutem gjeni këtë lloj peticioni, është ndarë në Facebook, është ndarë në Instagram. Ju lutem njëkohësisht sign the petition. Pra, nënshkruaj peticionin, do ta gjeni reforma e Partisë Republikane Shqiptare. Gjeni, nënshkruajni, ju lutem, që të kemi mundësi të vim në një muaj kohë me të gjithë peticionet e nënshkruara, të kërkojmë zyrtarisht së bashku, të gjithë së bashku, në Tiranë, Fatmir Mediu të dorëzoj vullën dhe qelçat e Partisë Republikane. Mua më kanë thënë për shembull që nuk ka asnjë zyrë apo një vend lokacion ku Partia Republikane mblidhet, sepse s'ka më republikan. Atëherë nëse është kështu, më mjafton vetëm vula e Partisë Republikane. Priti. Dhe me njëherë fillojnë aktivitetet brenda këtij subjekti politik, subjekti të ri, dhe unë kërkoj asistencën dhe ndihmën e të gjithëve atyre të cilët janë të ndershëm, patriot, konservator, që e duan vendin, që duan të shikojnë diçka të re, diçka të drejtë së pari, me ndërgjegje të pastër. Nga këto aktivitete brenda për brenda, do dalim domethënë në komplet një strukturë të re, që nga kryesia deri tek kryesitë e rrethave duhet një pastrim total i të gjithë linjës politike. E gjitha strukturë, si struktura e Partisë Republikane në Shqipëri duhet që përbëhet të rinovohet. Jo vetëm me ide. Unë ta filloj domethënë tek ata të cilët janë të para domethënë njerëz të ndershëm, duke patur parasysh që s'pari të gjithë domethënë do të kalojmë vettingun, lustracionin dhe deklarimin e likuiditeteve domethënë cash, llogarit bankare, bizneset edhe pronat që ata kanë. Në qoftë se këto janë të lishme, në qoftë se këto janë fituar me dieshën e ballit, në qoftë se janë të trashëguara nga prindit e gjyshit e strugjyshit, atëherë urdhroni. Në qoftë se këto janë marrë me forcë, tjetërsime domethënë nëpër kadastra, duke bërë hile, duke i vjedhur shqiptarët, fqinjët tuaj, njerëzit tuaj, familjarët tuaj. Në qoftë se këto janë favore politike, në qoftë se këto janë favore të bizneseve tjera në kurrizë të tjerëve, atëherë ju nuk keni vend në këtë subjekt republikan. Unë jam e ndershëm me ju zotëri, ju zonja. Mbasi kjo më ka qëndruar gjithmonë domethënë në tërheqje. Sepse unë vetëm 2 vjet kam bërë kolegj, pra universitet, për kriminologji dhe gazetimeve në Kaplan University.
nuk e kam mbaruar shkollën. Por ndërsa unë do mundohem të bëj organizimin e kësaj, unë s'po kërkoj të jem kryetari i këtij subjekti, por unë dua zgjedhje të pastra për sa i përket drejtimit, këshillit drejtues të Partisë Republikane. Ju lutem më ndihmoni. Më ndihmoni që të ndihmojmë njëri tjetrin, të ndihmojmë Shqipërinë. Ne duhet të ngrihemi, ne duhet të jemi forca kryesore e djathtë që të drejtojë politikën shqiptare. Dhe nuk ndalen këtu. Vizioni im kalon deri tek ndarja e sistemet, ndryshimi i saj nga multipartijak pluralist në sistemin dy partijak të majtë të djathtë. Kongresin, Senatin, e të gjithë pasaj çfarë janë strukturat e drejtësisë. Më kuptoni? Por njëkohësisht të mos harrojmë. Në fletën e votimit të parë që ju do të merrni, do të keni këtë. Pra, kur t'i vi koha, nëse ne punojmë dhe arrim qëllimin, do kemi dy sugjerime: ndarjen e sistemit në dy partijak, krijimin e saj në dy partijak të majtë të djathtë, dhe presidentin të zgjedhur nga populli me votën e tij. Ky është në një dyshim shumë i madh. Përmes kësaj arrihen të gjithë këto parti që ka të vogla, 67 subjekte apo 68 subjekte të ndryshme, të reshtin së funksionuari. Dhe kjo gjë ndal njëkohësisht edhe gjakderdhje financiare, njëkohësisht edhe kalbin politike. Unë i konsideroj Partinë Demokratike një parti të konsumuar, një parti komplet të kalbur nga brenda jashtë, nga një parti e dhunës, nga një parti e premtimeve të mëdha, nga një parti e protestave me njerëz të paguar e militant, duke ardhur në mash, duke u kthyer në një masë e cila nuk ka më fuqi. Thjesht ka humbur gjithçka. Po mundohen ta riorganizojnë, po mundohen ta riformojnë, po mundohen të japin gjithçka, por si nga kryesia edhe një 80% të paktën i Partisë Demokratike janë të zhytur sa te Sorosi, tek militantë Berishës, apo të inkriminuar në të tjera afera. Këta nuk kanë vënë Partinë Republikane. Këta nuk kanë vënë në të djathtë, sepse këta nuk e dinë se çfarë është e djathta dhe kur nuk kanë vepruar si të djathtë. Ne duam demokracinë. Por demokracia në një sistem politik pa një të djathtë nuk mundet të eci. Sepse gjithmonë e majta do drejtoj duke ngulur këmbën e saj si boshtë, dhe e djathta do të kthehet si puna kalit në lëng, duke rrotulluar, gjithmonë opozit, gjithmonë e humbur, gjithmonë e pa organizuar, gjithmonë e përçar, gjithmonë e shitur. Kjo miqtë e mi, duhet komplet, totalisht të ndali, të japin fund, pra, gjithë së bashku. Ju lutem, sign the petition, pra, firmosni peticionin. Reforma e Partisë Republikane Shqiptare. Gjeni, kërkojni, si në Google, si në vende tjera, do ta gjeni. Deri tash unë kam rreth 3 apo 4 vete, sepse sa një javë kam që kam hapur. E janë të punojmë bashkë. Por nuk do të pranoj asnjëri që ka qëllime të tjera për të na shpërbër, për të na përçar, për të na spionuar, apo qoftë edhe për të na goditur nga mbrapa shpina. Faleminderit.